Se kjo kronika përshkruese në fakt e një fjalimi që edhe sot po diskutohet, por dje ishte absolutisht protagonist i një seance maraton në Kuvend, një seance ku pati interpelanca të shumta, komente të rënda, sigurisht pati edhe momente hilariteti dhe banalitetit të zakonshëm. Madje do të filloja me një lajm, që nuk e di sa është lajm, por është me gjitha një mesazh që na vjen nga ndjekësit tanë. Me që po flisni për shëndetësinë, në këto moment që po flasim të Pazari i Ri, ka mbi 30 minuta që është rrëzuar një zonjë e moshuar dhe ende nuk ka ardhur askush për ta marrë, janë lajmëruar nga qytetarët e rastit të gjithë numrat e urgjencës, por deri tani vetëm 2 policët e rrugorës që po qëndrojnë mbi të. Dhe pas 30 minutash ka ardhur ambulanca për ta marrë. Ky ishte, me që jemi ke këto propaganda e freskët për çështjet e shëndetësisë dhe secili nga ju besoj në këto ditë dikush për një analizë, dikush për një grafit, dikush për një skaner, dikush për diçka tjetër, e kanë një marrëdhënie të tyre të keqe me shëndetësinë shqiptare. Një kryqëzat ndoshta që nuk ka sesi të bëhet për kredo politike, por vetëm për shërbim bazik për qytetarët shqiptar, për ata që kanë fëmijët, për ata që kanë prindrit, për ata që kanë vetë një problematik të cilën rrallë mund ta zgjidhin lehtësisht, rrallë, shumë rrallë. Përveç Gretës, e cila me sharmin e saj ja bën dhe ja del që të mos ketë asnjë problem në asnjë lloj problemi asnjëherë. Se ti s'ke probleme shëndetësore, palet, s'ke nevojë fare për spitalet. Kjo është pra. Ashtu po themi, Ashtu po themi. Megjithatë është shumë interesante. Po, faleminderit që ma përcolle. Shumë interesante që sa herë dëgjon në fakt Sajmir Korreshin duke mbajtur fjalën në Kuvend. Vjen mos ta votosh. Përkundrazi, siç të thash, pash edhe njerëz që komentonin të bindjeve të majta, po nuk është kjo çështja, siç po thoj edhe ti, është një farë problematike që na prek jashtëzakonisht të gjithëve, po e kupton fare mirë prej këtyre fjalëve të mbajtura se Shqipëria ka hyrë në një fazë ku realiteti s'ka më nevojë për metafora. Edhe është shumë e çuditshme kjo në politik. Por ka propagandë, edhe ditën e djeshme, dhe kjo do të jetë pyetja e parë për Sajmir Korreshin, i cili është me ne në këto momente. Mirëmëngjes Korreshi, mirë se erdha. Mirëmëngjes. Faleminderit për ftesën. Kurioziteti nuk lidhet në fakt me fjalimin tënd, kurioziteti i parë që kam. Kam një tjetër. E tentoi Evis Sala, e vazhduan edhe mediat të tjera të majta reagimin ndaj fjalimit tënd që për 99% publikut u konsiderua absolutisht i vërtet, i ndjer, i sinqert, pati një përpjekje monumentale për të kundërshtuar sy për sy. Deri te pse s'keni bërë ju një spital, po na kërkoni neve spitale. Tani unë nuk e di se ka marrë vetëm dje flamin në atë moment, nuk e di nëse ke parë, po do isha me i thënë të fundit, po nuk ka mundësia se këta thonë për dhe dhe për se për spitalin. Do më 13 vite këta dhe akoma thonë si e latë ju. Ore mund 0 të kemi lëmë ne. Po themi 0. A i spital sot, mas 13 vite është prap, është 9-0. Sepse nuk është vendor, i vetëm nuk është vendor, po është më keq se sa s'ka qenë. Dhe, shko, me Vis Salën, se ti të dëgjova edhe të inserti, dhe të dëgjova edhe fjallën tënde, përla, unë munduan ata. është e thjeshtë, do të qoftë imi është propagandë retorik politike, është shumë e thjeshtë. Ti vjen dhe thua, marrojmë të këtu dhe ikim bashkë të tregoj se unë çfarë kam investuar në Lushnjë dhe si është dhe sa gënjen ti. Ke guxim? Unë po i them unë, hajde me mua në Lushnjë, dorë për dorë, edhe të çoj të gjithë këto repartet që unë them, të gjithë spitali Lushnjës. Edhe i marrim dhe veglat që rrokullat që kanë ata atje, pra ekot, dhe gjithë ato që them unë, dhe të shikojnë nëse i ka bler spitali, apo i kanë bërë donacion të gjitha në spitalin Lushnjës, Komuniteti Islamik, kishat, apo Banka Raiffeisen. Pra, nuk ka asnjë aparatur i skaneri që të ketë bërë dhe i ka 2-13 vita, mos më shumë, për shumë vite, por që 16 vite ka i skaner, pra, imagjino se me që elemente, me që pajisesh ne punojnë. Ore nuk e besoni dot ju se çfarë do të spitalin Lushnjës. Domethënë, po flasim për një gjë që nuk ka guximin kush të dali për Zot, sepse sfida ime nuk është që po bëre retorik dhe nuk e shohin. E para një mumi, unë ju thash në fjalimin tim, marrë me rrit mua pikët, se lushnjarët dhe dinë se situata.
Unë po e bëj sfidë, o të japi dorëheqjen ajo, o ti ke unë pastaj, po të vëm te spitali Lushnjë dhe nëse nuk është kam në sfidë hapur i thash, hajde, edhe do të fllihësh deputetin e Lushnjës që flet për spital për min. Sura kam gjetë foto edhe video me min, po do të fllihësh. Në qoftë të kishte një gjë, hajde. Edhe po të them edhe një herë, si mund të rrinë te spitali 8 muaj për një lëndë time që e çon kjo qeveri. Pse po të flasin deputeti opozitës, kur Lushnjë ka Belinda. Këtë do të thoja në fakt se më ngacmove tani te pala kundërshtare.